Nuk e di si I ke ato sy, Noel. Do marrësh qaf shumë goca me ato sy. U skuqe. Çfarë gjërash do blihet ti po të kishe shumë para, për shembull, cila është gjë më e rëndësishme për ty? Nuk ka asnjë vlerë nëse nuk kemi mbushur me dashuri. Më kujtoj një moment kur ke qenë shumë I mërzitur dhe një shok të ka bërë të gëzuar. Mora 4 në dituri. Njerëzit e paturshëm nuk folin shumë, njerëzit e paturshëm folin vetëm folin. Do me thënë unë jam e paturshme. Po. Si do bësh ti po të pëlqej disa vajza njerësh? Të gjitha nga personaliteti, nga sa të mira janë, sa të zgjuar janë, pëlqeu mua se ka dalë, ka hikur nga shkolla. Edhe s'është. Larg syve larg zemrës, ë? Po. E di ti çfarë është mirënjoja? Për shembull, kur është viti I ri dhe t'japin dhurata dhe po të dha gjëra që bëjnë si kushtojnë pak lek, du ta vlerësosh, se ka xhuar lekë të veta për ta bler. Të gjithë prindrit kanë shumë dëshirë që fëmijët të bëhen më të mirë se prindrit. Ti çfarë do bësh që të bëhesh më I mirë se prindrit e tu? Ta bëj punën vetëm sa kem gati nga babi, nga mami e kështu, edhe ato gëzohen. Si mund t'ja shëroj zemrën një djalë, një vajzë? Kur fillon një kështu seri dashurie, do të fillon me dashuritë edhe do të mbaroj me dashuri. Nëse një shok I yt I pëlqen të njëjtën vajzë që pëlqen dhe ti, çfarë do bëje? Ta zgjedhë goca, mos ta zgjedhë ne. Pse është e rëndësishme mos ja presësh besën dikujt? I e lëndon tjetrin, e lën vetëm. Edhe më mirë të kesh shok një robot? Po nuk qe bes pranë. Kur thon këtë fjalin, ra në dashuri, si e kupton ti? Kur një çun pëlqen një gocë në bjen dashuri se e pëlqen shumë. Po ku bie ai? Te duart e saj. Ti do të bëre një dhuratë në makinë. Me makinat e ke çështjen, ë? Po çfarë makine do më dhuroje mua? Lambë. Jo, më jo. Po s'ja lambët për mua, jo. Një çik më të thjesht për mua, të lutem. G-klas. G-klas është I bukur shumë. Po. Më pëlqen ai. Do ta bëjmë xhiro bashk. Po.